Nuk janë aq të paktë ata drejtues që nuk sigurojnë makinën e tyre ose largohen nga vendi i ngjarjes kur kryen një aksident duke qenë të pasiguruar. Çfarë ndodh në të tilla raste? Kompanitë e sigurimit kontribuojnë çdo vit për një fond i cili përdoret për të kompensuar dëmet e personit ose të makinës së tij, kur këto të fundit nuk janë siguruar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga vetë kompanitë. Sipas raportit vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, nga fondi i kompensimit janë mbuluar 145 milion lek dëme gjatë 2025-s. Nga 250 milion lek që ishte përafërsisht fondi total i kompensimit kushtuar mbulimit të tilla rasteve, vetëm 98.5% e kësaj vlere totale të fondit vjetor të miratuar është përdorur, ndërsa rezultojnë akoma dëme pezull pa paguar. Po ashtu, fondi i kompensimit për të dëmshpërblyer ata që nuk paguajnë për të siguruar drejt për drejt nga kompanitë, rezulton të jetë përdorur 30% më pak se në 2024-ën, ku vlera e dëmeve të shlyer nga fondi ishte 350 milion lek. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka vijuar monitorimin e byros shqiptare të sigurimit me fokus uljen e mëtejshme të dëmeve pezull, objekti i fondit të kompensimit. Gjatë vitit të kaluar, dëmet pezull u ulën me 8.7%, krahasuar me vitin 2024. Rreth 70% e rasteve të aksidenteve të shkaktuara nga mjetet e pasiguruara apo të pa identifikuara janë trajtuar dhe paguar me procedura të përshpejtuara drejt për drejt nga shoqëritë e sigurimit. Zakonisht, dëmet në makinë nuk janë kompensuar kur mjeti ka qenë i pa identifikuar. Nga ana tjetër, kultura e sigurimit në Shqipëri vijon të jetë shumë larg vendeve të tjera. Mesatarja e penetrimit të sigurimeve në vendet e OECD-s gjatë 2015 deri në 2024 është rreth 6.2% e prodhimit të brendshëm bruto, që pasqyron tregje të zhvilluara dhe një nivel të lartë të përdorimit të produkteve të sigurimit. Ndërsa vendet e Ballkanit lëvizin mes 1 dhe 2%, Shqipëria mbetet rreth 1% ose 6 herë më poshtë se mesatarja e OECD-s, që tregon një treg ende në fazë zhvillimi dhe me potencial të konsiderueshëm për zhvillim.